Mirëmëngjesi, përshëndetje zemrat e bukura, mirë se erdhet në vlog mas në ditën e 13. Dhe kam bërë një make-up të thjeshtë si çdo ditë, pantallonat atje që shikoni kisha veshur por i laga, janë kështu kadife, shumë të bukura, janë të Zarës, dhe tani kam varë aty, po do t'i nxjerr jashtë ti nej që të thahen. Dhe më duket sikur janë vesh hall, kam vesh të fundin e trikotuar me çizmet, po ky xhupi që ka këto larat, këto qimet, këto leshnat e hall, nuk është për sot, sepse sot është diku tek 3 dhe 4 gradë, të me thënë bën shumë ftohtë. E unë syt nuk i kam lyer, po të shikoni, sepse kam takim pak më vonë me vajzen që do bëj qërpikët, ajo është shoqja Argitës, dhe më në fund jo na mbylli takim, por jo që ajo nuk donte ta mbyllte takim, gjithmonë ajo më mbyll takim, do të thënë. Por kishte problem me gjelin, do me thënë me gjelin, më fali, me ngjitsen e qërpikëve, sepse ajo e kam thënë që përdor produkte natyrale dhe tani kishte ardhur, do me thënë kishte 2 ditë dhe sot ma ka mbyll takimin. Dhe unë me këtë golfin e kuqa veshur me fundin dhe me çizmet, fundin që siç e shikoni e kam marr tek teli këtë fundin dhe nuk e kam hekurosur. Nuk kam kohë sot, do ja them se s'kam kohë. Këto do ta heq sepse ndjej që jashtë është ftohtë, do vesh të bardhen me lesh, flokët bisht. Dhe kam disa rrobe këtu bizhami që i kam hequr këtu, i kam lënë te krevati, do t'i marr të vendos në lavatriçe. Kam vendos fasule, të me the për ta zier shumë ngadalë, që do ta zjej Argita do bëhet gjysmë kuzhinjere sot. Do bëj valixhet gati. Kush do udhëtoj? Unë me Adrianën. Por ku? Nuk ja themi, është surprizë, do të shikoni në vlogun e radhës. Por në mbrëmje, do me thënë pasdite, jo në mbrëmje, në pasdite, do bëjmë valixhe gati. Valixhe e vogël që bleva poshtë 10 kg dhe çanta nga Gesi që e mora bashk. Pra ato do marrim, sepse biletat janë prerë pa valixhe, meqense Argita do na udhëtojë mbas festave. Edhe po mendojemi, do me thënë, edhe për këtë punë për të udhëtuar në Shqipëri, kam frikë se do ma kalli Fatmiri mund të shkoj vetë përpara. Edhe unë nuk do jem, sepse do mungoj për disa ditë. Por do kënaqemi, do bëjmë vlogje dhe atje po do shkoj, me shefën shumë i bukur. Që të mos ju tregoj shumë info, do t'i lëm për videon tjetër. Sot kam do me thënë jam pothuajse pjesën më të madhe të ditës rrugëve. Do kaloj dhe nga shtëpia, sepse kam mbaruar Bojaxhiu. Bojaxhiu nuk ka mbaruar 100%, sepse ka pak, me duket tek pjesa e katit të dytë, por do shkoj. Do ta pyes sot se është ditë e diel çfarë do edhe nipi Fatmirit, sepse ai i bën të gjitha, është punëtor, e kam thënë dhe them shumë punëtor. Të gjitha i bën, është duar Flori. Ikim te makina dhe bën shumë ftohtë. Izi makinën, ta ngrohet, pas ka shku 8 gradë. Mora ujtin, e marrë nga shtëpia, duke qenë që marr kolim me ujë në supermarket. Pas kam dhe i tjetër, po një qik pas ka. Mora kafe, sot promocion kafja, jo se ditët e tjera. 2 minuta këtu. E kam bërë dhe këtë xhamin të pikturuar. Atëherë, dola nga shtëpia në orën 11, tani po iki, do me thënë tek shtëpia tjetër, dhe shtëpia e re. E sa herë do ta ngjoni këtë fjalë ndërsa t'ju lodhen veshët, po çfarë të bëj? Edhe nuk neta, do me thënë kam net 11, ora është 11:20. Sinqerisht, tani pak e njështra, prit 1 minutë. Më ka krijuar brenda avull ora 11:30. 11:30, sa duket? Ja. 11:30. Ja, shikoni gjysore, mund të them që 10 minuta derisa kam prit që është bërë kafe etj, sepse ka dhe njerëz, do të presim pak. Se janë me gota plastike. Dhe nisemi për tek shtëpia, nuk kam qejf që qëndroj shumë në kafe. Do me thënë kam tipin që kur të ulem, ose nëse do dal për qejf me shoqet, ose edhe me Fatmirin, me gocat, dua që të ulem ta shijoj. Ndërsa kur dal vetë nuk më pëlqen që të qëndroj shumë pak. Nisemi një herë te shtëpia, të marrim ndonjë byrek, ndonjë gjë, ndonjë çfarë do djali.
Atëherë kam mbaruar këtu me bojrat, po do prapë, se nuk e ka lyer mirë, e shikoj, kjo është pjesa lartë fare ke shkallët. Shkallët nuk janë shtruare. Jemi duke prit dyert, domethënë. Ja, kam mbaruar pjesa e lyerjes, këtu është pjesa shkallës, nuk e kam tregu. Ja, ku është këtu. Domethënë duket shumë larg. Shkalla do bëhet me mermer. Dhe pas kam mbaruar djali këtu, bord bardh. Duket bore bardh. Këtu jap tek dhoma Adrianes. Nuk kam mbaruar sepse do t'i vendosi prap duart e tjera. Këtu Adriana ka balkonin e saj veç. Adriana mund të ketë dhomën më të mirë. Kemi zgjedh si madama shtëpisë. Nisemi për tek qerpiket. Nipi i Fatmirit do të vi pak më vonë, ka ardhur tani në mëngjes. Do të vi pak më vonë sepse do t'japi një dorë, po thaj se është në mbarim, Na kanë premtuar, t'ju them të drejtë për dyert që do të kishin ardhur që në fund të nëntorit, sinqerisht, por na tha që po bëjmë pamundurën, duke qenë që ka shumë punë. Tani tikim shpejt se na shkon vonë dhe duhet të bëjmë valizhet. Jo se do marr shumë gjëra, se valizja sa nxeha valizja, po dua të zgjidh çfarë do marr, dua të zgjidhni dhe Adriana dhe të mendoni që do të udhtojmë natën. Dhe aty ku do shkojmë, domethënë, është pak larg. Jo me avion, se me avion nuk është larg, po nga aeroporti, nga atje ku do të shkojmë, është larg sinqerisht. Do t'ju a them. Okej, goca. Ika në shtëpi, domethënë, sepse është anulluar takimi i qerpikëve, për arsye se vajza nuk ndihej mirë dhe unë nuk daj që ta vija në siklet, pavarësisht se ajo më tha mund të shkoja në orën 2 ose 3, por ja që nuk do shkoj sepse gjënan nuk ndihej mirë, ndoshta janë këto virozat, i merreshin mend. Do t'i lejmë qerpikët, kështu siç janë, do i shkul që nga një më duket. Edhe ajo që do të bëj tani, ajo që do të bëj, por çfarë bëra? Ja ku kam qisen me ilaçe. Mora shurup sepse Adriana nuk e udhton dot nëse nuk ka ksozal, që është shurup alergjik, që e ka të rekomanduar shumë nga doktoresha. E dyta, çfarë mora tjetër? Mora dhe kështu kokra avioni, sepse unë në avion gjithmonë kur bën avioni uljen, më krijon trazira. T'ju them të drejtën, nuk është se kam vjell, por duaj që ta pi kokrën, sepse nuk kam, domethënë, kur kam hyrë në avion, asnjëherë nuk kam udhëtuar në avion pa e pirë kokrën. Kam frikë, vetëm kur bën ulje. Nejse, dua ta provoj ndonjëherë, po duke qenë që s'jam mirë akoma, s'ka ardhur mirë stomaku në vend edhe kam pak atë frikën. Edhe tjetër çfarë mora edhe algofrenin që ta ke me vete, se nuk i dihet, ftohtë atje ndonjë grip. Kaq, ikim në shtëpi tani, bëj valizhen. Është një rëmuje madhe, këto pantallona bardha janë të reja, unë do t'i marr, po s'kam heq etiketën. Edhe s'besoj se do t'jap ndonjë ujë. Tek butiku që i kam bler, butiku është një super butik, PSB Collection, që ta dini, i ka të mbuluara me qese, atje ku e mora, pra goxha shumë të mira, pastërti maksimum. Dhe do të fusim ja dy rrobe shpejt, që mos na shkoj vonë, edhe çfarë do t'i marr unë Adrianes. S'kam zbrit valizhet akoma. Edhe këto që mora, shurupet. Tani do bëjmë pak, do t'i bëjmë shpejt valizhet, por ajo që do të tregoja është ky seti që do vesh, që është i lirshëm. Ky griu, kjo ngjyra gri do me thënë, edhe paltoja, këto do t'jenë, edhe çizmet e shkurtra, çizme kpucë, që janë goxha të trasha të mira, që janë shumë të mira të më ngrohtë, edhe gunën do ta marr dhe gunën, e di që nuk ka vend për ta mbajtur, por do ta hedh aty sipër valizhes, do të tërheq, do ta mbaj aty tek sendilja, do me thënë, brenda në avion. E këtu kam vendosur, kam marr disa gjëra, furçën e kam mbledhur se e kisha të lartë. Këtu kam marr, janë këto tamponat që pastrojnë fytyrën për ta larë, por janë në formë peshqiri, që futen në lajm dhe në lavatriçe, nuk janë një përdorimshë. Edhe mora disa produkte, kozmetike, make-up. Edhe më duket se di, se mbaj më të mirë kam mbaruar këtu apo jo,
por më duket kam harruar lapsin e zi. Edhe këtë pas kemi harruar, përbuzet, këto ta majmë të çanta për të lyer duart. Do ju tregoj edhe veshjen e Adrianes, edhe Adriana e ka set me push-push. Se ka një krioj. E lënë edhe kimasi sa këto? Të shopirë së mos bëjtë këto. Ma shumë rofet të shopin e një? Wow, ta marrë me vete? Se gjithë të i përstojshë. Ne, ta marrë me vete më të vesh ati ku aftot? Sot vajti shumë vonë, sepse ishte koha që nuk mundja do ta ngarkoja më shpejt video, kështu që do të shihemi nesër. Ku? Natën!